Agimaliu i fiton. Agimaliu. Pse mendon që duhet mi pas edhe 4 vite? Agimaliu duhet mi pas edhe 4 vite, mendoj unë se ju veç për kryetarët Ferizajt, po për kryetarët shtetit. Përshëndetje, miq të emisionit 05, jemi në sheshin e Ferizajt. Jemi sot këtu për pyetjen, kush duhet të qeverisë 4 vitet e ardhshme në komunën e Ferizajt? Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët ferizajas. Zgjedhjet e dumëjtëturit në Ferizaj sipas teje. Sa sipas meje, po e det në është kjo punë kush i. Hajde, për kënd. Për kënd po Agimaliu i fiton. Agimaliu. Pse mendon që duhet mi pas edhe 4 vite? Agimaliu duhet mi pas edhe 4 vite, mendoj unë se ju veç për kryetarët Ferizajt, po për kryetarët shtetit. Do të thonë edhe kryeministër e kishte votë me mujt. Edhe kryeministër, edhe ka mu bo, moje me. Ka mu bo? Ka mu bo. Nëse kryetari po e sheh këtë video, çka i kishte thonë përmes kamerasonit në këto momente? Me të vazhdo kryetari që shka vazhdu dhe i tash edhe Është në rregull. në rregull. Faleminderit shumë, përshëndes. Faleminderit,